Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Ai ka planifikuar më të mirën dhe dëshiron më të mirën për ne. Ai po pret që të hyjmë në rrugën e bindjes, të ecim në të, që ne të prekim bekimin e Tij. Mirë se vini në programin Prekja e Zotit, një mësim nga Dr. Charles Stanley. Mendoni për një çast se sa i ndërlikuar është procesi i ndërtimit të një fabrike. Jam i sigurt që asnjë kontraktues nuk do të marrë përsipër një detyrë të tillë pa e studiuar mirë me kujdes projektin shumë kohë përpara se sa pjesa e parë e pajisjeve të vihet në funksionim. Madje edhe pasi fillon puna, mbikëqyrësi do t'i kthehet vazhdimisht skicave për të siguruar që projekti po bëhet sipas planit. Në të njëjtën mënyrë, është thelbësore që besimtarët të vazhdojnë ta studiojnë fjalën e Perëndisë, që të mund ta jetojnë jetën e tyre sipas planit të Tij. Qëndroni me ne tani dhe mësoni se çfarë është shkolla e bindjes. Me ju është Dr. Stanley. Nuk është gjithmonë e lehtë të bindesh Perëndisë, por është gjithmonë gjëja më e zgjuar që mund të bëjmë dhe zgjedhja më e mirë. Është interesante që nëpërmjet Biblës, Perëndia vazhdon të na kujtojë se sa e rëndësishme është të bindemi Atij. Zoti na premton vazhdimisht të na bekojë nëse ne i bindemi Atij. Sot dua t'ju çoj tek disa citate të Biblës, thjesht për t'ju dhënë një ide të vogël të premtimit të Tij. Sa herë që ne i bindemi Zotit. Dëshiroj që të mësojmë se si ne t'i bindemi Perëndisë dhe se si ta bëjmë këtë bindje stilin e jetës tonë, dhe jo të jetë thjesht një gjë që bëjmë një herë në kaq ditë. Kur rritemi në frymën e bindjes, kur ajo bëhet pjesë e jetës sonë, do të zbuloni se presionet më të mëdha në jetën tona do të zhduken, sepse kur jeni vendosur t'i bindeni Perëndisë, shumë vendime që ju kam munduar prej kohësh i lini në dorën e Zotit. Thjesht e dini që është rruga, vullneti dhe qëllimi i Perëndisë dhe ju ecni në të. Në mesazhin e ditës së sotme, unë dua t'ju tregoj për shkollën e bindjes. Nëse dëshironi, ne do të shkojmë së bashku tek Ligji i Ri për të rirë, kapitulli 28, vargjet 1 deri në 2. Tani, në rast se ti bindesh me zel zërit të Zotit, Perëndisë tënd, duke pasur kujdes të zbatosh tërë urdhërimet e Tij që sot unë po të urdhëroj, atëherë do të ndodhë që Zoti, Perëndia yt, do të lartësoj mbi të gjitha kombet e dheut. Të gjitha këto bekime do të bien mbi ty dhe do të zënë në rast se ti e dëgjon zërin e Zotit, Perëndisë tënd. Më pas në 12 vargjet në vazhdim, ai referohet shumë bekimeve nga Perëndia. Nëse dëshironi, ne mund të kalojmë tek Isaia, kapitulli i parë, vargjet 18 dhe 20. Në këtë pasazh, profeti Isaia po u flet atyre që janë jo besimtarë. Dëgjoni se çfarë thot. Ejani pra, dhe të diskutojmë bashk, thot Zoti. Edhe sikur mëkatet tuaja të ishin të kuqe flak, do të bëhen të bardha si bora. Edhe sikur të ishin të kuqe, të purpur, do të bëhen si leshi. Në rast se jeni të gatshëm të bindeni, do të hani gjërat më të mira të vendit. Por në rast se refuzoni dhe rebeloheni, do t'ju përpijë shpata, sepse goja e Zotit ka folur. Perëndia thot: jini të bindur dhe shikoni se çfarë unë do të bëj për ju. Bindmuni dhe unë do t'ju bekoj. Mbani mend këtë gjë. Është e pamundur që t'i bindeni Perëndisë dhe të mos bekoheni. A e dini pse? Sepse ai ka zgjedhur që ta bekoj bindjen tuaj ndaj Tij, si fëmijët e Tij, ndërsa mësojmë të ecim në rrugët dhe vullnetin e Tij, ne do të bekohemi pa pushim. Kur mendojmë për termat e bindjes dhe asaj se çfarë kërkon Perëndia nga ne, dua që të marrim disa çaste dhe të flasim për disa principe që do të na ndihmojnë të kuptojmë domethënien e saj. Për shembull,
Bindja nuk është diçka që ti dhe unë e mësojmë automatikisht që në momentin që ne pranuam Jezus Krishtin si shpëtimtarin ton. E dim që në disa gjëra ne do t'i bindemi Perëndis dhe në disa të tjera jo. Ajo që dua të diskutojmë është se si të mësojmë t'i bindemi Perëndis. Çfarë është shkolla e bindjes? Mund t'ju them me plot gojë se gjatë gjithë këtyre viteve kam mësuar që bindja ndaj Perëndis është proces. Nuk është diçka që e mësojmë me njëherë, por për një gjë jam i sigurt, ne duhet të studiojmë në Bibël jetët e atyre që janë bindur Perëndis dhe të atyre që nuk janë bindur atij. Është një mësim i madh për të gjithë ne të studiojmë si njerëzit e bindur, ashtu edhe të pabindurit, sepse kur shikojmë jetën e atyre që janë bindur, ndonjëherë shikojmë vuajtje, dëshpërim, shqetësim, por ama në fund ne shikojmë bekim pas bekimi. Kur vëzhgojmë jetën e njerëzve jo besimtar që nuk duan të ecin në rrugën e Perëndis, shohim ndonjëherë begati, pasuri, autoritet, dominim, por e vërteta është se shpesh vëmret që pasojat e mosbindjes nuk vijnë me njëherë, por në fund të fundit do të vijë dita që ne do t'i shikojmë. Si pasojë e mosbindjes vjen disiplinimi dhe dora ndëshkuese e Perëndis. Gjykimi i Perëndis është pasojë e mosbindjes për ata që janë jo besimtar. Nëse do të isha një njeri që nuk e shikoj si të domosdoshme të qenurit i krishterë, do të ishte mirë të lexoja tek Letra drejtuar Romakëve, kapitulli 2, vargjet 8 deri në 9, ku thuhet: ndërsa atyre që kundërshtojnë e nuk i binden së vërtetës, por i binden pa drejtësisë, i ndinjat dhe zemërim, mundim dhe ankth mbi çdo shpirt njeriu që bën të ligën judeut më parë e pastaj grekut. Pra, nëse nuk do t'isha besimtar dhe do të lexoja këto vargje, do të pyesja veten çfarë do të ndodh me mua sipas Biblës. Nëse do jetoni jetën tuaj në mosbindje ndaj Perëndis, ju mund të prisni ndëshkimin e tij. Mund të prisni disfat. Mund të prisni gjithë ato humbje bekimesh që Perëndia i kishte gati për ju, nëse do të besonit në Jezus Krishtin si shpëtimtarin tuaj personal. Ata që besojnë në të dhe dëshirojnë të ecin në rrugën e tij, të bindur në vetvete, që të jenë të bindur ndaj tij, do të bekohen patjetër. Ti mund thuash, prit një minutë, por a nuk ka vuajtje, dhimbje, dëshpërim në jetën e besimtarit? Po, patjetër. Besimtarët kalojnë përmes të gjitha këtyre. Por a e dini se ku qëndron ndryshimi? Tek qëndrimi ynë si besimtar ndaj problemeve. Ne besojmë se Perëndia i lejon këto gjëra për një qëllim, dhe më pas presim për bekimin e tij. Pra, duhet të mendojmë sot për disa nga këto gjëra. Si të mësoj që të jemi bindur? Një nga principet e para është thjesht ky: besojini Zotit. Nëse nuk e besoni, nuk do t'i bindeni. Thjesht nuk do të mundeni. Në të vërtetë, mosbindja është për shkak të mungesës së besimit në Perëndin. Një nga gjërat që duhet të mësoj është t'i besoj atij. Duhet të shkojmë tek një pasazh shumë i njohur në Bibël që e përmendim pa pushim, por duhet të shikojmë diçka këtu. Shkojmë tek Fjalët e Urta, kapitulli 3, vargjet 5 deri në 6. Dhe duhet të shikojmë këto vargje që shumica prej nesh i dim përmendësht. Është sigurisht vargu spiranci i shpirtit tim. Dëgjoni se çfarë thot ai. Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Kjo nuk do të thotë që Perëndia është atje te i larg, por pranoje atë. Në fakt do të thotë pranoje atë në të gjitha rrugët e tua dhe bindu atij. Tani, çfarë vendos ai të parin? Ai nuk tha: bindu dhe më pas beso. Ai tha: ki besim te Zoti dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Gjithmonë do të përballeni me gjëra që nuk do të mund t'i kuptoni. Çfarë thot Perëndia kur i bindemi atij? Ai do ta bëjë të drejtë rrugën tuaj. Pra, nëse do t'i bindem Perëndis, nëse eci në bindje, duhet të fiksoj mirë në kokën time se kush është Perëndia. Duhet të mësoj se ai është sundimtari sovran i këtij universi. Kur shikoni tek Fjalët e Urta, kapitulli 3, vargjet 5 deri në 6,
dhe mendoni për termat e jetës suaj, atëherë do t'i bëni vetes pyetjen: a është karakterizuar jeta ime nga bindja? Ndokush mund të thotë: si mund të mësoj t'i besoj Perëndisë? Është shumë e thjeshtë. Bëni atë që dini se Perëndia thotë të bëni dhe prisni rezultatet. Më pas studiojeni, a funksionoi? Po. Mund të ndodhë që të vendosni të mos i bindeni Zotit, të mos i besoni atij dhe si rezultat të lëkundeni dhe bini. Më pas do të shikoni tek pasojat dhe mund të thoni: nuk u zgjidh dhe më shkaktoi plagë dhe dhimbje. Nuk do të zgjasë shumë nëse jeni një njeri i kujdesshëm, i ndershëm, vërtet i ndershëm rreth jetës suaj për të kuptuar pse. Por nëse do ta vendosni besimin tuaj tek Perëndia dhe do t'i bindeni atij, atëherë ju do të bekoheni. Nëse nuk do t'i besoni atij, atëherë ju do ta humbisni bekimin e Perëndisë. Pra është kaq e thjeshtë. Si do të mësoni t'i besoni atij? Binduni atij dhe nuk do të vonoj shumë për të kuptuar që besimi në të është gjithmonë gjëja më e zgjuar dhe gjëja më e mirë që mund të bëni. Mësimi numër 1 tek shkolla e bindjes është: besoj atij, sepse ai është besnik dhe person tek i cili mund të mbështetesh. Perëndia nga vetë natyra dhe karakteri i tij është një perëndi besnik. Ai meriton besim dhe ju mund të mbështeteni plotësisht tek ai. Mësimi i dytë tek shkolla e bindjes është: të mësosh të presësh në Zotin. Le të shkojmë së bashku tek Psalmi 27. Në këtë psalm lexojmë një varg shumë të rëndësishëm, sepse jemi në një provë të tillë në çdo aspekt të jetës sonë. Ne sot jetojmë në një brez të tillë që i bën gjërat me vrap. Thot gjithmonë: dua ta kem tani, dua ta bëj tani, s'mund të pres. Dëgjoni çfarë thot Perëndia tek Psalmi 27, vargu 14. Ki besim te Zoti, je i fortë, ki zemër, ki besim të madh te Zoti. Jam i kënaqur që ai e vendosi në mes këtë frazë. Je i fortë, ki zemër. Sepse ndonjëherë duhet të jemi të fortë dhe të kemi zemër, sepse çdo gjë në ne thot: bëje këtë tani, mos prit. Megjithëse në shpirtin tonë e dim që nuk kemi të drejtë ta bëjmë këtë tani. Mos lëvizni derisa Perëndia t'ju thotë të lëvizni. Duhet të merrni një vendim dhe nuk dini çfarë të bëni. Dikush mund t'ju thotë: shko përpara dhe vazhdo. Kjo është këshilla e botës. Por këshilla e Biblës është: nëse nuk dini çfarë të bëni, kur dhe si ta bëni, duhet të prisni që Perëndia t'ju tregojë. Tani ta lexojmë sërish Psalmin 27, vargu 14. Ki besim tek Zoti, që do të thotë të merrni mësim, je i fortë, ki zemër. Pse thot ki zemër? Sepse shpeshherë ja se çfarë ndodh. Kemi frikë se mos u mbasim diçka. Por Perëndia thot: ki zemër, je i fortë. Mos lëviz derisa të tregojë çfarë të bësh. Le të shkojmë së bashku tek Psalmi 62, vargjet 1 deri në 8. Të presësh në Perëndin do të thotë të jemi në mbrojtjen e tij. Ai thot: shpirti im gjempreje vetëm tek Perëndia. Nga ai vjen shpëtimi im. Vetëm ai është kështjella ime dhe shpëtimi im. Ai është streha ime e lartë. Unë nuk do të luaj kurrë. Deri kur do të vërtiteni kundër një njeriu për të kërkuar gjithë së bashku ta vrisni, ashtu si bëhet me një gur që bën bark dhe një gardh që lëkundet? Ata mendojnë vetëm ta rrezojnë nga lartësia e tij, gjejnë kënaqësi në gënjeshtër, bekojnë me gojën e tyre, por në zemrat e tyre mallkojnë. Shpirti im gjej preje vetëm tek Perëndia, sepse shpresa ime vjen nga ai. Vetëm ai është kështjella ime dhe shpëtimi im. Ai është streha ime e lartë. Unë nuk do të luaj kurrë. Te Perëndia është shpëtimi im dhe lavdia ime. Kështjella ime e fortë dhe streha ime janë te Perëndia. Ki besim tek ai vazhdimisht, o popull. Hap zemrën tënde para tij. Perëndia është streha jonë. Donjëherë pritja është shumë e frikshme, kur mendon se po humbet. Është një frikë e tmerrshme të presësh, kur çdo njeri thot: mos prit, duhet të lëvizësh përpara. Mund ta shënoni këtë. Kur Perëndia të ka thënë të presësh për një vendim, apo të presësh në një veprim nga ana juaj, dhe nëse pret, ai do t'ju mbrojë. Të mësosh të bindesh Perëndisë është mësimi themelor i Biblës. Këtë e gjem gjatë gjithë fjalës së Perëndisë.
Cila është fjala e tij për ne? Unë do t'ju bekoj. Besoni tek unë dhe unë do t'ju bekoj. Ai thot tek Psalmi 31, vargu 19. Sa e madhe është mirësia që u rezervon ti atyre që kanë frikë nga ti, që i përdor në prani të bijve të njerëzve ndaj atyre që gjejnë strehë tek ti. Perëndia ka vënë më njanë mirësi për ata që shpresojnë, besojnë dhe presin në të. Padyshim, një nga mësimit që ti dhe unë duam të mësojmë është se si të presim në të. Kjo nuk do të thotë ti tërhiqni këmbët tuaja. Nuk do të thotë të jeni të shkujdesur, indiferent dhe të mos pyesni për ndjenjat e të tjerëve. Por do të thotë që ti dhe unë, miku im, të dëgjoj prej ti dhe të presim që Perëndia të na japë sinjalin për të nisur dhe padyshim që ai do të jetë i gatshëm ta bëjë këtë. Mësimi i tretë që ti dhe unë duam të mësojmë në shkollën e bindjes është të mësojmë se si të meditojmë mbi fjalën e Perëndisë. Tani dua të shikoni diçka me shumë kujdes. Nëse dua të di mendimin e Perëndisë, ku ta gjej? Unë mund ta gjej vetëm në fjalën e tij, në Bibël. Nëse dua të di vullnetin dhe rrugët e Perëndisë, ku mund t'i gjej? Vetëm në Shkrimin e Shenjtë. Nëse dua të di çfarë të bëj në një situatë të caktuar, duhet të shkoj tek fjala e Perëndisë, të filloj të lexoj dhe të lutem, Zot, foli zemrës time. Një nga pasazhet më të pëlqyera për mua gjendet tek Josueu, kapitulli i parë, vargjet 6 deri në 8. Dëgjoni se çfarë i thot Perëndia Josueut. Tani Mojsiu vdiq dhe e ke ti përgjegjësinë. Jo vetëm që do të jesh generali i ushtrisë, por tani je edhe kryetari i gjithë kombit. Në vargjet e mëposhtme gjejmë atë që Perëndia i tha atij, duke ditur që do të kishte shumë pyetje, frikë, një periudhë ku me siguri nuk do të dinte se çfarë të bënte. Dëgjoni se çfarë i thot Perëndia. Je i fortë dhe trim, sepse ti do të bësh që ky popull të zotroj vendin që u betova t'u jap etërve të tu. Dëgjoni këtë. Vetëm tregohu i fortë dhe shumë trim, duke u përpjekur të veprosh simbas tër ligjit që Mojsiu, shërbëtori im, të ka urdhëruar. Mos u shmang prej ti, as djathtas, as majtas, që të kesh mbarësi kudo që të shkosh. Tani, ligji i Mojsiut ishte gjithçka që ata kishin atë kohë. Kurse ti dhe unë kemi të gjithë Biblën. Dëgjoni çfarë thot Perëndia. Ky libër i ligjit mos u ndaft kurrë nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh simbas të gjithë atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua. Atëherë do të përparosh. Çfarë tha ai? Ai tha: "Shikoj Jozue, dua të kesh sukses. Do të kesh sukses dhe do të begatohesh në rrugën tënde. Por ja se çfarë duhet të bësh. Duhet të më dëgjosh me shumë kujdes. Duhet të më bindesh në çdo rrethan. Mos u kthe nga kjo gjë as majtas, as djathtas. Atëherë do të kesh sukses. Medito mbi të ditë e natë, me qëllim që të jesh i matur për të bërë çdo gjë sipas asaj që është shkruar. Të ecësh në bindje me Perëndin nuk do të thotë që të zgjedhësh dhe të vendosësh kur dhe ku t'i bindem Perëndisë. Nuk do të thotë që kam shumë llojshmëri zgjedhjesh. Nuk mbaj mend që Perëndia të më ketë thënë ndonjëherë, ke 7 zgjedhje për të bërë, cilën do prej tyre. Perëndia flet në mënyrë specifike. Perëndia dëshiron që të korrim çdo bekim që ai e ka vënë mënjan për ne. Si mund ta bëj këtë nëse e injoroj fjalën e Perëndisë? Si mund ta di fjalën e tij nëse nuk lexoj dhe meditoj mbi të? Zakonisht Perëndia na e tregon vullnetin e tij hap pas hapi. Perëndia nuk është i detyruar të më tregojë se si do të jetë rezultati në fund. Ja pse është e pamundur të ecni në bindje ndaj Perëndisë me Biblën e mbyllur. Mund t'ju them se gjatë gjithë këtyre viteve leximi i dhjetës së vjetër ka qenë një nga bekimet më të mëdha që kam patur në studimin e fjalës së Perëndisë. Duke lexuar se si punoi ai në jetën e Abrahamit, Jozefit, Davidit, Danielit, Isais, mësoj më shumë për karakterin e tij. Duke lexuar se si punoi Zoti në dhjetën e re, me jetën e Palit, të dishepujve e të tjerë, e njoh më mirë Perëndin dhe do të kuptoj dorën e tij në jetën time. A doni që t'i bindeni Perëndisë? Atëherë ju duhet të meditoni mbi fjalën e tij. Çfarë dua të them me meditim?
Meditim do të thotë të lexosh Biblën, edhe ti kërkosh Perëndis ti flas zemrës tënde. Ti lutesh atij duke i thënë faleminderit Zot që e kuptoj atë që po më thua. Dhe do të ndodh që ndërsa përpiqeni të merrni një vendim duke lexuar fjalën e Perëndis, ai do t'ju sjellë ndërmend një varg dhe do të mendoni, po, ky varg është për mua. Sigurisht nuk mund të jetë askush tjetër përveç me. Kjo është shkruar vetëm për mua këtu e mira vjet më parë. Kjo është pikërisht përgjigja për të cilën kisha nevojë. Tani nëse Bibla është e panjohur për ju, me fjalë të tjera, nëse ky libër është i huaj për ju, do të thoni, e dini, thjesht nuk e kuptoj këtë libër, nuk jam shumë familjar me të. Si mund të jeni më i afërt me të? Duke e parë mbi raftin e bibliotekës suaj? Sigurisht jo. Ju do ta njihni atë libër kur ta hapni dhe të filloni ta lexoni. Ndoshta do të thoni, por unë nuk i kuptoj të gjitha këto. E dini çfarë? Bashkohuni me turmën, sepse ka momente kur mendojmë, tani Zot, për çfarë e keni fjalën kur thoni këtu në botë? Nëse do të vazhdoni ta studioni dhe ta lexoni vazhdimisht, ai do t'ju tregojë se për çfarë po ju flet. Ndonjëherë Perëndia do t'ju çojë në disa vargje ose në disa pasazhe të shkrimit dhe nuk do ju lërë të largoheni prandej. Pse? Sepse ai dëshiron ta ngulisni mirë atë gjë brenda shpirtit tuaj dhe po përpiqet t'ju thotë diçka. Ai po thotë, dua të bësh këtë dhe kështu. Shpeshherë mund të keni konflikt me arsye njerëzore, kështu që duhet të vendosni, ti bindeni apo jo Perëndis. Tani mos e harroni këtë gjë. Ne kemi frymën e shenjtë që jeton brenda nesh, që na ndihmon dhe drejton. Fryma e shenjtë na ka dhënë një dritë, fjalën e shkruar të Perëndis. Ne nuk duhet të ecim në errësirë. Njerëzit e Perëndis nuk ecin në errësirë, por mbani mend se ndërsa lexojmë dhe meditojmë mbi fjalën e tij, mund të themi, kjo është drita ime, kjo është busulla ime. Fjala e Zotit do të më tregojë ku të shkoj. Për çdo vendim që do t'ju duhet të merrni, do të gjeni një përgjigje diku në fjalën e Perëndis. Tani sigurisht që nuk do të gjeni të shkruar historinë, por parimi do të jetë këtu në Bibël për t'ju mësuar se çfarë po ju thot Perëndia. Pra, nëse duam të mësojmë bindje, ne duhet të mësojmë patjetër të meditojmë mbi fjalën e Perëndis. Fjala e Perëndis është një burim i pafund i udhëheqjes, inkurajimit dhe urtësisë. Në programin e ditës së sotme, Dr. Stanley ju nxiti të lexoni për ditë dhe të meditoni mbi Biblën. Ndërsa e bëni këtë, do të filloni të kuptoni më qartë se si t'i bindeni Zotit. Josueu kapitulli 1, vargjet 7 deri në 9 përmban një princip që na kujton rëndësinë e fjalës së Perëndis. Ai i tha Josueut: vetëm tregohu i fort dhe shumë trim, duke u përpjekur të veprosh sipas tër ligjit që Mojsiu, shërbëtori im, të ka urdhëruar. Mos u shmang prej ti as djathtas as majtas, që të kesh mbarësi kudo që të shkosh. Ky libër i ligjit mos u ndaft kur nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh sipas të gjitha atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua. Atëherë do të përparosh. A nuk të urdhërova unë? Ji i fortë dhe trim. Mos ki frikë dhe mos u thyej, sepse Zoti, Perëndia yt, është me ty kudo që të shkosh. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valetëeungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.